Bëri tatuazh në qafemrin e saj. Dëshmitë e familjarëve të 20 vjeçarit të vrarë në derën e shtëpisë ishte i fiksuar pas një vajze 13 vjeçare. Pavlin Preka ishte 19 vjeç kur vra në banesën e tij në 26 shkurt 2025 në fshatin Guciere në Shkodër. Ai ishte i dashuruar marrëzisht pas një vajze 13 vjeç për të cilën kërkonte miratimin e familjes së saj që të martoheshin. Sipas informacioneve nga njerëzit e afërt të viktimës, gjatë kontrollit të parë në vendngjarje në afërsi të trupit të viktimës u gjetën 6 gëzhoja armë zjarri pistolet model 9 mm. Nga kqyrja e parë e vendit të ngjarjes, 19 vjeçari ishte qelluar me disa plumba pistolete nga afër në të hyrë në banesën e tij. Gjë që lat kuptohet nga ekspertët kriminalistë, ai ishte ruajtur deri në mbërritjen e tij në banesë, ose dikush kishte informuar me saktësi qitësi për lëvizjet e viktimës dhe faktin që ai kishte marrë rrugën për në shtëpinë e tij. Por për grupin hetues, vrasja e këtij të riu kishte një motiv të paqartë. Kjo për faktin se ai nuk ishte skeduar dhe nuk ishte një të shkuar apo të tashme kriminale, madje nuk njihej në zonë as si kontingjent që merrej me kultivimin e lëndëve narkotike. I pari që u pyet në lidhje me krimin ishte xhaxhai i viktimës, Nikol Preka, i cili kishte banesën ngjitur me atë të vllajt të tij ku aktualisht jetonte Pavlini. Aty ku ndërsa dëgjoi krisma të vrapoi pari për të parë se çfarë kishte ndodhur dhe ku gjeti të vrarë në pragun e derës nipin e tij. Familjarët e Pavlinit jetonin në fshatin Gjuraj Plan, në njësinë administrative Pult, Bashkia Shkodër. Unë kam ngjitur banesën me atë të Pavlinit. Kur shkova për të parë se kush është në banesë, unë pash tek dera që ishte mbyllur. Aty pash Pavlinin të shtrirë në tokë, ka deklaruar në polici xhaxhai i viktimës. Nikol Preka më tha më tej se si xhaxhai i viktimës nuk ishte asnjë informacion se kush mund të ishin autorët e vrasjes së nipit të tij. Por ai sigurisht e dinte shumë mirë se kush ishin personat me të cilët shoqërohej djali vllait të tij. Kjo edhe për faktin se fshati ishte i vogël dhe çdo lëvizje aty ishte ditur. Pikërisht një nga këta persona ishte edhe Claudio Lisaj, të cilët shikoheshin pothuajse bashkë në fshat dhe jashtë në shoqërinë e njëri tjetrit, një përditshmëri të cilën e njihnin të gjithë. Ktu po fillon edhe me rrjedh një tjetër histori, aq sa e komplikuar por aq edhe e vështirë për të kuptuar. Ato se si viktimës Pavlin Preka i kishte rënë në kokë për një vajzë për disa vite më të vogël se vetja, e cila në fakt ishte vajza e dajës së Claudio Lisajt, shokut me cilin ai shoqërohej në pothuajse çdo ditë të jetës së tij në fshat. Pavlini, i cili nuk e kishte lënë me kaq sevdan e tij për vajzën që e kishte marrosur, por bashkë me xhaxhain e tij Nikolën kishin shkuar edhe ti kërkonin dorën. Rreth 2 vite më parë, nipi im Pavlini më tha se pëlqente një vajzë nga Pogu dhe kërkoi që të shkonim dhe ti lypnim dorën. Unë pranova dhe bashkë me Pavlinin shkuam tek familja e vajzës, babai së cilës është Vasel Koçeku, ku qëndruam rreth një orë. Ka vijuar në deklaratën e tij xhaxhai Pavlin Prekës. Sipas rrëfimit të xhaxhait të viktimës, babai i vajzës, së cilës ai nuk ja mban emrin mend, edhe pse i priti mirë, nuk u dha një fjalë atë ditë, por ai zgjodhi t'i përcjell, duke u thënë se për mirë a për keq do u çonte haber së shpejti nëpërmjet personave të tjerë. Lajm që nuk vonoi të vi, por që nuk las pak të kënaqur kërkuesit, të cilët nga ana e tyre prisnin një sjarri që ndryshe dhe të gëzueshëm, gjë që sipas xhaxhait të tij pezmatoi më së shumti vet Pavlinin. Në atë kohë Pavlini ka qenë rreth 18 vjeç. Pasi u larguan, ata na dërguan fjalë se nuk kishin asgjë kundra nesh si familje dhe si miq, por vajza është e vogël. Për këtë arsye e mbyllën si muhabet dhe nuk shkuan përsëri, u shpreh në polici Nikolin Preka. Por ndërsa xhaxhai thotë se mbylli këtë bisedë, kjo nuk ndodhi me Pavlinin, i cili me sa duket nuk kishte ndërmend të hiqte dorë kaq kollaj nga vajza të cilën ndjente se e dashuronte. Ndërkohë që nga ajo sa kuptohet, ai nuk i kishte thënë as babait të tij, lidhur mbi faktin që dashuronte një vajzë dhe kërkonte të martohej me të. Ashtu sikurse del se nuk e kishte njoftuar as për faktin se do të shkonte bashkë me xhaxhain e tij t'i kërkonte dorën, gjë që e rrëfeu në dëshminë e tij përpara grupit hetues vet xhaxhai Pavlinit. Ditën që lypëm vajzën tek familja e Vasel Koçekut,
Unë shkova tek banesa e vllait tim në fshatin Gjuraj dhe i thash se ishim te Koçekët për të kërkuar dorën e vajzës së tij për Pavlinin, por vllai im Pietri më tha se Pavlini nuk i kishte treguar gjë për këtë fakt, ndërkohë që i thash se e oma e vajzës që Pavlini kërkon të martohet është halla e dy shokëve të tij, Claudio dhe Flori Lisaj, thot në dëshminë e tij xhaxhai i viktimës. Por edhe pse ju kërkua të hiqte dorë nga vajza që dashuronte Pavlin Preka, nga sa kuptohet, jo vetëm nuk e bëri një gjë të tillë, por kishte ndërtuar në kokë edhe plane se si ta bënte të vetëm për gjithmonë. Kjo është kundra dëshirës së familjes së tij, ndoshta me bindjen se koha do të ishte ilaçi më i mirë dhe situata do të vinin dhe do të normalizoheshin pasi ai ta kishte bërë fakt të kryer lidhjen e tij me vajzën. Në datë 26 shkurt 2025 rreth orës 10:30 Pavlini më mori në telefon dhe më tha se do ta grabiste vajzën e Veselit. Unë nga ana ime i thash ruju, ki kujdes se ata janë fis i fort, por Pavlini ma preu shkurt duke thënë se me ju nuk ka kush punë, se i rregulloj vetë punët e mia, ndërkohë që nga ana tjetër Pavlini më tha që të ruheshim 3-4 ditë derisa të sqaronte situatën, thuhet në dëshminë e vllait të Pavlin Prekës, Alfonsit. Por nga sa kuptohet, familja e Pavlinit ishte në dieni të plot tashmë të planit të tij për të rëmbyer vajzën, ndërkohë që deri në këtë moment mbetet e paqartë nëse edhe vajza ishte dakord me këtë plan apo jo. Apo Pavlinit i kishte hipur aq keq në kokë për këtë vajzë sa aktonizëm të rrezikshme po e ndërmerrte pa djeninë dhe dëshirën e saj, por ajo që lihet kuptohet nga rrëfimet e të vllait është se Pavlini kishte shkuar për herë të parë në familjen Koçeku me xhaxhain e tij, me kalimin e muajve kishte shkuar sërish për të kërkuar dorën e vajzës, këtë herë me dajën e saj. Ajo që dua të them është se në dijenin time Pavlini e ka kërkuar këtë vajzë jo vetëm kur shkoi herën e parë me xhaxhain ton, por disa muaj më pas kur ka shkuar me dajën e vajzës Nikolinin në familjen e Koçekëve, ku herën e dytë unë nuk e di se çfarë përgjigje i kanë dhënë, ka thënë ai në polici. Vllai i viktimës që tregoi më tej se aq i marrosur ishte Pavlini sa kishte nisur të shkruante në përgur në fshat edhe emrin e vajzës, duke i shprehur asaj hapur dashurinë pavarësisht kundërshtimit familjes, gjë që me siguri nuk do të ketë mbetur pa vënë edhe nga familja e vajzës, por edhe vetë fshati që tashmë ishte në dieni të pëlqimit vazhdueshëm të Pavlinit ndaj vajzës së Koçekëve, si dhe të qëndrimit të tyre kategorik për t'ia dhënë vajzën 19 vjeçarit. Një ditë duke kaluar nga vendi i quajtur Ura e Beut, që ndodhet afër banesës së Pavlinit në fshatin Guciere, pash të shkruar në asfalt "Alove", shprehje të cilën një shok më tha se kishte shkruar Pavlini, thuhet në dosjen hetimore referuar dashurisë së vllait të Pavlin Prekës, por aq shumë ishte fiksuar Pavlini pas kësaj vajze sa kishte shkuar deri aty sa të bënte tatuazh edhe emrin e saj në qaf, gjë që e dinin edhe shokët e tij, midis tyre dhe kushurinjve të vajzës me cilët ai shoqërohej. Nga ajo që di unë është se Pavlini ka dashur një vajzë me emrin A, së cilës nuk ja di mbiemrin, por që Pavlini e kishte bërë edhe tatuazh në qafë. Me sa mbaj mend, Pavlini më kishte thënë se këtë vajzë e kishte parë në Dukagjin, kjo pasi edhe familja e tij ka një shtëpi atje, por jetoi në Shkodër. Pavlini më ka thënë gjithashtu se kësaj vajze i ka kërkuar dorën tek shtëpia e saj, por nuk ja kanë dhënë. Ajo që dua të them është se një ditë, bashkë me Pavlinin dhe një shokun e tij që e thërrasin Flori, por që mbiemrin nuk ja mbaj mend, ishim tek shtëpia që familja ime ka në fshatin Gimaj në Dukagjin. Gjatë kohës që ishim aty, Pavlini më tha: "Ma ler këtë shtëpi 2-3 ditë, pasi do ta marr atë vajzën dhe do të vi të ri tek shtëpia jote." Por edhe ja preva shkurt dhe i thash që nuk ta le, thuhet në dëshminë e Edilion Tërthorja. Por çmenduria e Pavlinit nuk ishte ndërmend të ndalej, pasi siç thot një nga shokët me të cilët ai shoqëroi, ai po kërkonte një banesë ku të qëndronte me vajzën pasi ta kishte rrëmbyer dhe këtë plan nuk e kishte as pak sekret, por e shprehte edhe në pranitë të kushurinjve të vajzës me të cilët ndante për ditëshmërinë.